Mish Prizmus, i gjithë sulmi mediatik i Sali Berishës edhe atyre që sigurisht e ndjekin, ndaç me sy hapur, ndaç me sy mbyllur, ndaç qorrazi, ndaç në mënyrë mekanike, ndaç edhe të ndërgjegjshme, ndaç edhe me bindje, ndaç edhe pa bindje, përmbi armiqsinë e famshme të Sorosit me Berishën dhe Berishës sidomos me Sorosit, me marrëzinë e shfrytëzueshme sipas tij me ardhen e Befjal Magas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bashkangjitjen që ka këtu me Sorosin, me atë akuzë që bën shikoj ka ndërtuar gjithë institucionet Sorosi në Shqipëri dhe sigurisht që ky na pas ka qenë kundra, edhe midis tyre edhe drejtësinë e re ose SPAK-on, sigurisht që është akmarrje e tyre, do që të hedhi në fakt atë vellën gjithmonë të shëmtuar, gënjeshtër, mashtruese që ka. E para, Sorosi nuk është persekutuesi Sali Berishës. Sali Berisha ka sjellë Sorosin në Shqipëri, ka sjellë që në vitet 92-93 që me krijimin e Institutit Mediave, ngrehinë e Sorosit në kohë të Sali Berishës. Dakord, Instituti i Mediave financuar nga Sorosi në kohë të Sali Berishës, që u bë pjesë pastaj lindjes së shumë portaleve të asaj kohe, gazetave, shkrimeve, bashkëpunimeve, financimeve, dhe pastaj sigurisht do prodhoshin dhe gazetat e para, televizionet e para, media komplet, pse jo dhe shoqatat e para, dhe patjetër pastaj edhe unë jam i mendimit, por larg diferenca me Sali Berishën është që ai është bashkëpunëtor, njëkohësisht njeri që i ka promovuar deri në familjen e tij Sorosit, ndërsa unë nxjerr konkluzionin që Sorosi ka ngritur politika në Shqipëri, ka bërë ato, ka ngritur parti, ka financuar media, ka mbajtur gjithë marrmajmunët që janë sot milionerë dhe miliarderë që dalin nëpër stacione televizive, radiofonike që kanë nxjerr pozicione shumë të larta politike në dy partitë, sepse sigurisht janë kocomite e Sorosit edhe fondacionit famshëm të tij. Por Sali Berisha është turp, e marrë ato në Shkodër, të thotë që është kundërshtar i Sorosit. Ai është bashkëpunuesi më i mirë dhe sigurisht bashkëpunimi më i mirë i tij është edhe familjar, produkt politik brenda familjes. Edhe një nga ato produktet fantastike është e famshme shoqat Perla. Dhe sigurisht po të marrësh edhe radhorët e organizatës së Sorosit, shoqërisë lirë, dhe sigurisht fondacionit tij në Shqipëri, gjinen mësë ka kanë paguar, ka kanë çuar me studime, çfarë kanë bërë, sidomos ardha e Sali Berishës në 2005 bëhet nëpërmjet Sorosit edhe kërkuj tjetër. I gjithë kopi i famshëm duke filluar me Lulzim Bashën, por sigurisht aty brenda janë janë Marber Maltezi bashkë me Argitën, Enkileta Libeja dhe shumë të tjerë, absolutisht shumë të tjerë, të cilët sigurisht ishin njerëzit të financuar, promovuar, shkolluar nga fondacioni i Sorosit. Në këtë pikë, imoraliteti i Sali Berishës dhe i tyre, i gjithë dhe këta që bëjnë si të djathë, imagjino tash racë komunistas, përjardhje komunistas, në të gjitha drejtimet edhe bëjnë si nuk e di, si republikanë amerikanë, si konservatorë, imagjinoni çfarë marrëzie e jashtëzakonshme është, por këta kështu bëjnë. Megjithatë po lexoj diçka. Për disa kohësh, miliarderi Gjergj Soros shpallur zyrtarisë e partisë. Ka pafund teori konspirative nga ana e PD-s zyrtar në lidhje me këtë të fundit. Dy nga njerëzit që kanë sulmuar në emër dhe Gjergj Soros janë Sali Berisha dhe Lulzim Basha, ndërsa mediat kontrolluar pothuajse çdo ditë. Është ironik në fakt pasi Gjergj Soros për vite me radhë ka sponsorizuar. Fondacioni Soros Shqipëri ka paguar për aktivitete ku kanë marrë pjesë Argita, Berisha, Marber Maltezi. Këta të fundit kanë pasur një grup rinor me emrin Perla, bashkë me Eriz Hoxha nga PD dhe kanë marrë fonde nga fondacioni Soros. Vetë Lulzim Basha së bashku me shoqen kanë marrë bursa nga ky fondacion për studiuar në Holandë. Të dhënat gjenden në librat e shpenzimit të fondacionit Soros. Gjithashtu nga ky fondacion kanë përfituar edhe ministrat e PD-s, Enkileta Libeja, Gazmend Bardhi, por dhe Ivi Kaso, Arjan Madhi e tjerë. Më poshtë, po paraqesim sponsorizimet e fondacionit Soros për njerëzit e PD-s në vite. Janë fatura ato, nga 94 deri në vitin 2000,
por ndërkohë kanë vazhduar në vitet e ardhshme. Në 94, 3 antarë të grupit Rinis Perla, Jamaber Maltezi, Rezarta Meçe dhe Argita Berisha morën pjesë në takimin e zhvilluar në Ethem në Gjermani, rinia ambientin në Evropë, shumë është shpenzuar 2.300. Klubi studentor Perla në bashkëpunim me Fondacionin Soros organizoi gjatë korrikut kursin e trajnimit për edukimin ambientalist dhe konservimin e natyrës. Këta djathët, ambientalista verdë këta. Kursi zhvilluar në pikën turistike Dërmiot në Bregdet vazhdoi për 8 ditë, mundoi nga 45 të rinj ambientalistë. Këta pra djathët. Gjatë viteve të aktivitetit të rinj morën pjesë në shëtitje turistike, shfaqjen video ekologjike nese. Ishin me interes workshopet si të hartojmë një projekt, propozim për të marrë fonde, organizim nga NGO-t, patën rastin ndjekën një kurs kompjuterash. Në këtë aktivitet u sponsor me buxhet 7.350 USD të asaj kohe. Një iniciativë e bashkë e Fondacionit Soros dhe Zgatesës Shqiptare, titulluar Plazhet pastat e sigurta, mblodhen midis në plazhit Durrësit dhe 53 të klubit studentor Perla dhe shoqatës Ekologu i Ri. Të djathët, në pranit një numër të madh gazetarësh, të rinjt ekolog dhanë shembull se duhet mbajtur plazhet, shumë e shpenzuar, kaq euro. Në 95, Common Scholarship with University of Utrecht të Nederlandit, Aurela Isufi, Tiran, Fine Arts and Human Science, Eris Hoxha, Tiran, Anita Peri, Tiran, viti 96, programe partneriteti, programet e OSFA-s dhe Universitetit Përkatës, Aurela Isufi, Eris Hoxha, Anita Peri, Lulzim Basha, Avron Qela, në 97, në 88, bursat pjesme për studentët shqiptarë që studiojnë në Holland, Aurela Isufi, Eris Hoxha, Lulzim Basha, 7.324, 7.300 USD, 7.300, 99, travel experience, Maltezi, Jamaber Maltezi, Universitet Studies, në USA, 1.500 USD, Klub Perla, prap 3.870, viti 2000, shoqata Perla, pjesëmarrje në komitetit nivel lokal, 4.900, s'ka marrë kur fonde nga Soros i Lulzim Basha, ka gënjur publikisht në opinion, ai tha se nuk ka marrë asnjëherë fond. Dhe se intervistë për X-in, që Peku nuk pyetën nga ky fjuni, është Lulzim Basha i pavarur dhe i pakapur nga George Soros. Basha u shpreh sigurisht që po, aq sa jeti me sa të njoh. Në Basha pastaj beson që Rama është investuesi kryesor i George Soros në Shqipëri dhe në Ballkan. Po pohoi se mbështetja e tij për presidentin ka bërë shënjesë për ballit. Tani mbetet shihë çfarë do të thotë. Librat e llogarive thonë të kundërtën. Në të vërtetë ai dhe shoqja dhe të gjithë. Tashti, problemi qëndron këtu. Pse sulmohet, pse duhet ta bëjnë, veten kaq anti-Soros këta. E para nuk kanë moral. Në Shqipëri nuk kanë absolutisht moral të bëhen asnjë Soros. Janë gjithë produktet Soros. Të gjithë. Djathës e majtës, se në të vërtetë tu nuk ka djathë. Në Shqipëri fitoria e Sorosit është giganteske e jashtëzakonshme, sepse praktikisht nuk ekziston një djathë normale. Janë të dy të majta, njëra e deklaruar që vepron pak si e djathë dhe që është Partia Socialiste, dhe Partia Bolshevike, Demokratike, Sali Berishës që është bolshevike, është një e majtë e çmendur. Prandaj në Shqipëri Sorosi nuk del. Prandaj në Shqipëri Sorosi është fitimtar. Sigurisht, Edi Rama është një nga njerëzit më interesant të, si më thënë, gravitetit Soros edhe, po themi, universit Soros, sepse është një i cili mund të konsiderohet i majtë, po me tendencat jashtëzakonshme, fluturime se nebulozash ekstremisht djatha, që patjetër rrezatojnë në këtë lloj universi, një si shkputje në ngjyrë tjetër, që sigurisht nuk i bën keq, i bën mirë. Por fitoria e Sorosit në Shqipëri është absolute. Ka prodhuar gjithçka dhe mediat, si dhe gjitha si të majta. Si progresiste, mbrojnë vetëm rrugë të majta, bëjnë muhabete vetëm majtas, duket sikur janë djathas, po në fakt krinen si majtisë. Janë bolshevik edhe folk bolshevik, të cilët sigurisht bëjnë punë të majta, konceptet majta dhe raport të çuditshëm majtas. Pavarësisht ngjyrave të ndryshme që kanë, sidomos Partia Demokratike që është sigurisht ajo kryesore se një perceptimi filozofik dhe politik ekstremisht, ashtu si them unë, folk bolshevik. Në këtë pikë, edhe sikur mos tjetë,
George Soros ose i biri Alex Soros. Shqipëria është e tillë. Se Shqipëria ka një mungesë të jashtëzakonshme. E ka shkatëruar që në vitin 1945 atë që konsiderohet e djathtë reale, nuk e ka lejuar. Ka krijuar të pasurit, po jo tradicionin republikan konservator, se mos u shkoj mendja të thoni një personi të çoroditur, kryetar partie që mas Sabrigodos, të ndjerit Sabrigodo, Partisë Republikane, se s'kan lidhje fare me Partinë Republikane Amerikane. Thjesht aty janë 2-3 njerëz që e përkrajnë që nuk dinë se kush dreqin është ky njeri që hedh në erë një katon komplet, edhe që ban pjesë në aferat më të këqija të korrupsionit që fillon në Pentagon dhe përfundon në Shqipëri, por që s'ka lidhje me djathën. As s'ka lidhje me djathën, as s'ka lidhje me ndershmërinë e një raporti aristokratik që një djathtë duhet të ketë në kohën. E djatha duhet ishte vijim i pjesës aristokratike, feudale të Shqipërisë, të një borgjezie e cila kupton shumë mirë që komunizmi ka bërë të këqija të mëdha këto. Të një pjesë të krijuar në komunizëm që kanë kuptuar që një majtë e tillë është shkatërrimtare për vendin e tyre. Këto nuk janë bashkuar kurrë. Këto nuk i ka lënë të bashkohet kurrë Sali Berisha, me teoritë e tija të fort bolshevizmit më të turpshëm që i ka pasur ky vend. Ka mbjellur armiqsinë dhe këtë e bën e majta, ka mbjellur pandershmërinë e një një ideologjie të shturur, gojë shturur dhe parime shturur, që sigurisht janë të majta e nuk janë djathtë. Në këtë pikë, kaq vlen të thuash se po luftoj Sorosin. Vetë Partia Demokratike, vetë Sali Berisha janë fuqit e Sorosit, praktikuesit edhe të financuarit nga Fondacioni Soros. Bile janë të pabesë, sepse kanë marrë parat, janë ndihmuar dhe tash i bjen hasha, thonë Shqipëri, ose i bjen mohin. Nuk respektojnë as nimën që kanë marrë në të dikushme. Dakord, miqtë e mi?